Shërbimi pastrimit të Korçës është monopoli i biznesmenit Maksim Feyzullah, i mbiquajtur Maksi i plerave. Pra nuk është surprizë që më 30 qershor 2026 kompania e tij Korsel SHPK ka marrë tenderin mbi 3.8 miliard lek me firmën e kryebashkiakut Sotiraq Filo. E reja është mënyra se si e mori kontratën Feyzullah dhe manovra që ka kryer biznesmeni, që është i aftë për të ndryshuar si një kameleon. Teksa ia e Niko Peleshit, ish kryetari të Bashkisë Korçë, aktualisht kryetari i Kuvendit, bien mbi vendimarrjen e Filos në aferë përfshihen edhe oligarkët Shkëlqim Fusha dhe Arbër Abazi. Më konkretisht, po ju raportojmë mbi tenderin me objekt shërbimi i pastrimit me fondi limit 382.4 milion lek pa TVSH. Tenderi është marrëtur më 19 qershor 2026, vetëm me 2 kompani konkurruese, ku njëri prej tyre, shoqëria Alco Impex Construction SHPK me pronar Arbër Abazin, është treguar e painteresuar për ta fituar. Kështu, më 30 qershor 2026, Korsel SHPK me pronar Maksim Feyzullah është shpallur fituese me ofertë gati sa fondi limit 380.5 milion lek. Ortak me Korsel është shfaqur Fusha SHPK e oligarkut Shkëlqim Fusha. Përveç se Alco ka bërë ofertë më të lartë të barabartë me fondi limit, kompania është treguar e painteresuar për tenderin duke mos i plotësuar dokumentet që duhen. Sipas formularit, shoqëria Alco Impex Construction SHPK skualifikohet pasi nuk plotëson kriteret e veçantë të kualifikimit. Operatori ekonomik duhet të ketë në pronësi apo me qira një ambient me sipërfaqe jo më pak se 800 m2, i cili do të shërbejë për parkimin e miteve të pastrimit. Citohet nga kriteret. Po të donte ta fitonte këtë tender, nipri se Adria Bazit, eksponenti të Rilindes, do ta siguronte vendin e parkimit, por me sa duket i ka hapur rrugë oligarkut Shkëlqim Fusha. Ky i fundit këtë radhë ka hyrë në lojë me Maksin e plerave. Kujtojmë se Arbër Abazi dhe Shkëlqim Fusha në të njëjtën kohë ndanin bashkë 2.1 miliard lek të tenderit për pastrimin e Bregdetit. Hyrja në pazar e oligarkut Fusha si ortak i Maksit të plerave e ka arritur menjëherë fondi limit me 500 milion lek. Kjo shkresë e shpalljes së fituesit është e ngjashme si 2.1 me kontratën e mëparshme të firmosur nga Filo. Ndryshon vetëm shifra. Në atë kohë, Maksi merrte 3.31 miliard lek nga Bashkia Korçë për shërbimin e pastrimit, ndërsa tani ka marrë 500 milion lek më tepër. Pse është shtuar vlera për të njëjtin shërbim, por që zgjat 2 vite më pak? Kjo me sa duket është taksa e korrupsionit të shtuar, sepse këtë vit Maksi ka ardhur me një ortak të rëndësishëm, si Shkëlqim Fusha. Maksim Feyzullah, i skeduar për afera korruptive, pastrim parash dhe falsifikim dokumentesh, kontrollon kompaninë e pastrimit Korsel SHPK nëpërmjet të punësuarve të tij Mariela dhe Arqile Peri. Për 11 vitesh, tenderat e pastrimit në Korçë janë marrë nga firma Korsel, e cila ka fituar procedurat e hapur fillimisht nga ish kryetari Niko Peleshi dhe aktualisht nga Sotiraq Filo. Peleshi i dha një tender me vlerë 3 milion euro me afat 5 vjeçar. Në vitin 2017, firmës Korsel SHPK ju dha një tjetër tender me vlerë 3.5 milion euro sërish me afat 5 vjeçar. Tenderat janë shënuar me flamur të kuq korrupsioni dhe dyshohet se janë diktuar me ndërhyrjen e Niko Peleshit, i cili e përdor Maksimin si bankomat. Tenderat shënohen me flamur të kuq nga Open Data Albania, platforma e ISIT, kur ka dyshime për korrupsion ose favorizim fituesi. Aktualisht pronare me letra e firmës është Marieta Peli, punonjëse Maksim Feyzullah, i cili ka shtrirë fije deri në Tiranë përmes ndërhyrjeve të Niko Peleshit. Feyzullah ka kaluar kompaninë në emrin e Marieta Pelit në qershor 2023 përmes një kontrate dhurimi. Këtë veprim Maksimi e kreu i detyruar pas një hetimi penal ndaj tij dhe përjashtimit për 18 muaj nga pjesëmarrja në tenderat publik. Në fillim të vitit 2022, kompania Korsel u zbulua se kishte paraqitur dokumente false në një procedurë tenderuese në Tiranë. Sipas vendimit të Agjencisë së Prokurimit Publik, me vendimin numër 5 datë 27 janar 2022, pronari i kësaj firme ka marrë pjesë në disa tendera pastrimi me dokumente shtetërore false. Nuk ka zbatuar kontratat e pastrimit të bashkive kur ka fituar tendera, ka vjedhur 115 kazan plerash në Sarandë dhe ka fshehur faktin që ishte në një hetim penal. Pasi është informuar nga Komisioni i Prokurimit Publik se ky subjekt kishte përdorur të dhëna të reme për të përfshirë në tenderin me objekt pastrimi zonës Tirana 2, Agjencia e Prokurimit Publik APP ka vendosur që Korsel SHPK të përjashtohet për 18 muaj nga pjesëmarrja në tendera. Ky vendim ka ardhur pasi një nga operatorët ekonomik pjesëmarrës në garë ka ankimuar vendimin e Bashkisë Tiranë për shpalljen fituese të kompanisë Korsel në tenderin për pastrimin. Biznesmeni u rikthye në tendera pas disa muajsh. Gjykata administrative mori një vendim në favor të firmës dhe APP-ja e ka hequr nga lista e të pezulluarve, duke lejuar kështu të marrë kontrata publike. Mashtrimet e Maksit të plerave vazhdojnë edhe pasi futën dorë kontratë. Në vitin 2024, gjatë auditimit të Bashkisë Korçë, kontrolli i lartë i shtetit KLSH ka konstatuar se Maksim Feyzullah përmes kompanisë Korsel SHPK ka mashtruar që nga viti 2018 me zbatimin e kontratave për pastrimin e qytetit të Korçës. Auditi ka konstatuar se kompania nuk paraqiste listë prezenca të punëtorëve, po ashtu mungojnë grafikat e punimeve. Ky korrupsion me paratë e buxhetit të destinuara për pastrimin Bashkinë Korçë jo vetëm nuk ka sjellë cilësinë e shërbim, por ka shtuar me 500 milion lek kontratë, ndërkohë që kozgjatja e saj është ulur me 2 vjet. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.